sot e disiplinojmë veten në emër të mirëqenies, produktivitetit, ishe këto si dy gjëra të kundërta apo si dy versione të ndryshme të njëjtës dëshirë për kontroll? Janë shumë të së kundërtës të dy ideologjive të ndryshme mbi botkuptimin, mbi trupin. Pra dhe komunizmi kërkon dhe vetë disiplinim, por dhe bota kapitaliste kërkon vetë disiplinim. Pra janë pjesë të logjika disiplinuese pavarësisht strukturës ekonomike të shoqërisë. Vetë ideja e lirisë në këtë sens, si ide ku liria është e gjithsekujt, askush nuk ta merr lirinë tënde, mund të shikohet si pjesë e një praktike disiplinare ku rendi shoqëror dominues në këtë moment po përdor mekanizmat e vet për të deleguar nga institucioni përgjegjësinë tek individi duke vendosur brenda një kontureve disiplinare. Rendi shoqëror nuk do e lënë kurrë në dorë individin lirinë e plot. Por liria e plot në këtë sens do jetë pikërisht në përplasjen përballën që individi do ketë me sistemet shoqërore. Ne shpesh e shohim trupin si një objekt fizik, biologjik, por duket sikur ai është mbi të gjitha politik, që nga antikiteti është cilësuar si tempull, nga Shëmpali është cilësuar si varr ose si burg i shpirtit nga Platoni, derisa vim tek Sartri që identifikonte trupin me vetveten, me thënien e njohur unë jam trupi im. Në punën tuaj, kur shprehni se trupi nuk është kurrë neutral, jam kurioz të di çfarë nënkuptoni më konkretisht. Ti e parashtrove mirë çështjen e trupit, sepse lidhet masë me një nga konceptet bazë të mendjes moderne, të ndarjes mendjes me trupin. Praktikisht në antropologji kjo ndarje është nënkuptuar dhe riartikuluar pikërisht nën kuadrin e kulturës, ku specifikisht trupi mbi të gjitha nuk është një ndarje biologjike, e cila vjen nga shkencat mjekësore, duke ndarë këtë, por është parë mbi të gjitha si një arenë, një fushë betejë e shkrimit kulturës, normave të vlerave, të traditave, të botkuptimeve, ideologjive dhe pushteteve në shoqëritë njerëzore. Është pikërisht trupi që bëhet piktakimi jon i parë mase me kulturën, me rendet shoqërore që njeriu ka ndërtuar kolektivisht. Kështu që në këtë aspekt qëllimi dhe ishte pikërisht për të ftuar botkuptimin antropologjik në leximin e trupit, si produkt shoqëror, kulturor, dhe i cili neve na thot shumë për raportin që ne krijojmë me shoqërinë në tërësinë e vet, që krijojmë me njerëzit në anën tjetër dhe kolektivitetet në përgjithësi. Po, a ka një version të trupit njerëzor që mund të ekzistojë jashtë këtyre sistemeve të pushtetit, të besimit, të filozofisë, apo nga momenti që vim në jetë, trupi jonë është i destinuar që të jetë dhe objekt politik? Fatmirësisht o fatkeqësisht është bëhet e vështirë për ta cilësuar me një lloj vlere, mirë apo e keqe, është që ne madje edhe para se të vim në jetë si fizik, ne kemi projekcionet tona kulturore nga prindrit, qoftë me emërthime, me elementin, domethënë gjinor ose seksit, djalë apo vajzë, të cilat është një infrastrukturë, një realitet krejt ftues në mënyrën se si ne do të artikulohemi pa patur vetëdijen tonë se si do jemi brenda këtij realiteti. Kështu që në këtë sens trupi nuk mund të jetë asnjëherë, sidomos në shoqëritë njerëzore, nuk mund të jetë asnjëherë neutral. Dhe vetë në antropologji ndarja midis dy kaheve të mëdha të saj, antropologjia fizike dhe antropologjia kulturore, ku njëra ka në fokus trupin e njeriut dhe tjetra ka produktin që njeriu bën, që është kultura, në të dyja rastet tregon që rëndësinë e trupit në kontekstin disiplinave studimore. Sigurisht që disiplinat kërkimore, disiplinat studimore nuk janë neutrale nga raportet pustetare në vetvete. Siç është dhe vetë emri disiplinës në këtë sens, nëse ne marrim një ka Foucauldian të leximit dhe të analizës tonë, i cili në gjitha na ka ftuar tek analiza e raportit midis trupit dhe pushtetit, është pikërisht ky moment i cili ne mund të shikojmë raportet pushtetare, por ama është e vështirë të shikojmë neutralitetin dhe mos ekzistencën e raporteve pustetare mbi trupin njerëzor. Në libër ju i qaseni trupit jo si një fakt biologjik, po veçanërisht si një lloj artefakti kulturor. Jam kurioz të di, çfarë mund të na tregoj
trupi që politika ose gjuha të vetme nuk arrin të na e tregojnë në lidhje me ne si qenie dhe si shoqëri. Në librin Mishe Kocka, pikërisht trupin dhe duke marrë praktika specifike mbi trupin në këtë sens, që janë paktën 4 linja kërkimore të cilat unë zhvilloj aty. Linja e parë lidhet pikërisht me tatuazhbërjen, një praktikë aq e vjetër sa vetë njerëzimi, të dhënat antropologjike, por na tregojnë që njeriu ka ushtruar, ka modifikuar trupin nëpërmjet tatuazhit ose nëpërmjet praktikave tjera të ngjashme që janë që nga vathët, që nga shpimi i veshëve, i hundëve me brirë ose dhe vetë kompleksiteti i tatuazhit në këtë aspekt, tek se si trupi artikulohet në disiplinën e antropologjisë. Janë 2 projekte të tjera që lidhen pikërisht në mënyrën se si është lindi dhe u zhvillua antropologjia fizike në Shqipëri, janë shembuj konkret se si moderniteti me ideologjitë e veta artikulohet nëpërmjet shkallës shoqërisë njerëzore mbi trupin e njeriut, qoftë nëpërmjet tatuazhit ose nëpërmjet linjës së një disipline që është antropologjia fizike në njërin anë, dhe në anën tjetër aty mundohem të zbërthej pikërisht dinamikat që njeriu krijon me sistemin shoqëror. Kështu që në këtë sens, për shembull, tatuazhi është kuptuar dhe lexohet si një fakt social në konceptin ndërkëmbëtar të fjalës, ku pikërisht këtu unë shikoj mënyrën se si individi brenda një konteksti specifik shoqëror, politik, ekonomik, siç ishte diktatura në Shqipëri, ushtron, ndodh praktika e tatuazhbërjes, e cila pikërisht mbart të lloj paradoksi, sepse ne flasim për regjime diktatoriale, të cilat ka një optik specifike se si trupi i njeriu duhet shfaqet, si njeriu në përdinë e tij duhet shfaqur, është i rregulluar. Dhe kjo praktikë zhvillohet në institucionet të cilat janë dhe institucionet më disiplinore të sistemit, siç është ushtria në rastin specifik dhe në anën tjetër është burgu në elementi tjetër. Pra në këtë sens mundohem të kuptoj pikërisht këtë tensionin që krijohet midis individit dhe këtij sistemi politik, siç ishte diktatura. Në fakt jam kurioz të di pse njerëzit e kanë ndier të nevojshme kaq herët që të lënë, domethënë të shenjojnë trupin e tyre përmes tatuazheve, po edhe përmes praktikave të tjera. Po ta shikojmë një nga zbulimet e para që është bërë rreth tatuazhit, tatuazhbërës si praktikë, referohet diku tek 5300 vite më përpara, në sensin e kësaj. Do të kuptojmë që tatuazhi bëhet në lëkurë, bëhet në trup. Kështu që detyrimisht edhe mbetjet njerëzore janë shumë të paka krahasimisht me materialitetin tjetër që njeriu ka lënë si shenjë, siç janë ndërtimet, siç janë shtëpitë, banesat, mjetet e punës, veglat e punës, cilat kanë qenë më herë më kollaj për t'u gjendur. Dhe tezat për tatuazhbërjet e para, paktën që ndahet në antropolog, kanë qenë të lidhur me praktikat shërimi. Por përveç saj, praktikat e tatuazhbërjes pastaj kalojnë nga praktikat e shërimit tek praktikat botkuptimore, religjioze në anën tjetër, hierarkike në anën tjetër, që do thotë që për të shënuar hierarkitë në shoqëri, shpeshherë drejtues, prisa, leadershipe në shoqëri të caktuara kishin të drejtën për të bërë tatuazhin. Por në anën tjetër ka qenë tatuazhet si mekanizëm ndëshkimi, sklevrit bënin tatuazhe. Pra, praktikisht mekanizmat e identifikimit, ne duhet shikojmë që tatuazhi ka një element të rëndësishëm si një mekanizëm për të dalluar dhe për krijuar rende kuptimore brenda shoqërisë. Ngjashmërisht siç ka dhe veshja. Po ta shikojmë, ngjashmërisht siç kanë edhe dukja në anën tjetër. Pra mbar të njëjtën përmas. Dhe në këtë aspekt ai është pjesë e prodhimit të kulturës nëpërmjet kolektivitetit njerëzor, pra nuk mund të shikohet jashtë saj. Dhe në anën tjetër mendoj që është pak e vjetër sa dhe gjurmimi i gjuhës, siç janë gravurat në shpellat primitive, mendoj se i lidhet pikërisht me këtë lloj praktikave që njeriu kurdoherë ka bërë për të bërë një dallim të rëndësishëm mes vetes tij kolektive dhe natyrës. Dhe kjo është një nga tensionet që ne kemi në antropologji si diskutim, dallimi midis kulturores dhe natyrores si dy ndarje, dhe praktika tatuazhbërjes pikërisht është në këtë pohimin e njerëzores, kulturores, që do të dallohej së pari njeriu nga natyra dhe dyta njerëzit mes vetit.
Pra në këtë aspekt, kjo praktikë është e rëndësishme si pjesa ADN-s njeriut kulturor. Se më ka bërë gjithmonë përshtypje që domethënë qoftë në tatuazhet, po edhe me ushqimin ose me gatimet, shoqëri njerëzore që kanë jetuar shumë larg njëra tjetrës dhe nuk ndoshta s'kan patur kontakte me njëra tjetrën, kanë arritur të krijojnë gjëra shumë të ngjashme. Po bën gjithmonë kurioz kjo gjë. Kjo është interesante sepse lidhet pikërisht me një nga temat klasike të antropologjisë, për aftësinë krijuese të grupeve njerëzore, pra si ka mundësi që njerëzit që nuk kanë qenë kurrë në kontakt me njëri tjetrin kanë prodhuar praktika të ngjashme, por në anën tjetër duhet kuptojmë që dhe njeriu është një qenie që ka qarkulluar dhe praktikat e tij kulturore ai ka mbartur. Pra kjo nuk e mohon idenë që njeriu ka aftësinë e krijimit në njërin anë dhe nuk mohon anën tjetër që njeriu ka qarkulluar vetë, po themi dalje nga Afrika, ku njerëzit përardhja jonë nga Afrika, pra shpërhapja Homo sapiens në territore të pushtimit pastaj të gjithë globit praktikisht, është pjesë e këtij rrugtimit që emigracioni në anën tjetër është një ndër shenjat kryesore nëpërmjet cilave njeriu ka mbijetuar dhe jo vetëm ka mbijetuar, por ka krijuar dhe realitete të mundshme, ka krijuar realitete të cilat e tejkalojnë gati vetë ekzistencën në natyrës. Dhe sot e kësaj dite ne kemi një ndër temat kryesore të raportit që ka krijuar njeriu me vetë botën. Që është pikërisht domethënë shkatrimi i saj nëpërmjet asaj që ne njohim si antropocen. Pra në këtë sens, kultura është mbartur dhe është përhapur nëpërmjet kontakteve që njeriu ka bërë me të ngjashmit. Dhe këto kontakte jo detyrimisht janë kontakte të paqta. janë kontakte të dhunshme, janë kontakte përplasjesh, janë kontakte konfliktesh, por sigurisht që si thot Levi Strauss, njerëzit kurdoherë kanë shkëmbyer 3 gjëra mes vetit, kanë shkëmbyer fjalë, madhra dhe njerëz. Pra kryesisht gra në këtë sens, pra nëpërmjet logjikës të italiancave. Pra kulturë, mjete prodhim, pra ekonomi dhe mbijetesë biologjike. Në kontekstin shqiptar, ka ndonjë të dhënë kur fillon ndoshta praktika ose kur është praktika e tatuazhbërjes? Po, në sensin dokumentar të dokumentimit të tatuazhit është puna e Dit Durhamit, e cila vendos në Pah këtë praktikë që gjen dhe në malësitë e Bosnjës dhe shikon specifikisht në zonën e veriut të Shqipërisë, ku shikon praktikën e këtij tatuazhi sa primordial, aq dhe primitiv të thjesht në sensin e simbolikës, të asaj që ajo fillon dhe izolon si simbole që i referohen kësaj botës pagane të besimit, të diellit dhe të hënës në malësort e malësive të Shqipërisë. Sigurisht gjurmimi kulturor është i vështirë të bëhet datimi në sensin se mbar të njëjtën dimension të një kulture e cila nuk ka një datë shkrimi, pavarësisht tatuazhit duket si është i shkruar në lëkurë në këtë sens, jep një referencë shkrimi, por sigurisht kjo lëkurë me vdekjen e personit humbet, pra tretet, dhe nuk mund të marret si element referencial. Kështu që në këtë aspekt, në vjetërsia kur mund të jenë datimet e para të praktikave të tatuazhbërjes bëhet pak e vështirë. Ne mund të hamensojmë që praktika është pak e vjetër sa mund të themi dhe e drejta zakonore. Në këtë sens e cilën nuk mund ta datosh kollaj, kur shikon element, dikush e vendos në mesjet, dikush mund të shon drejt edhe në antikitet, siç kemi ne si datimeve dhe të xhubletës. Pra nëse ne themi që xhubleta është pa aq e vjetër sa vet bota, atëherë dhe vet tatuazhi normalsort e Shqipërisë duhet të jetë pa aq i vjetër, janë praktike që ndodhen në real. Kështu që elementi datimit në këtë sens mbar domethënien e tij, po jo aq të rëndësishme në optikën time, se sa mbar të rëndësi praktika kulturore që ai mvesh, dhe çfarë do të thotë ai për komunitetin dhe njerëzit që e praktikojnë dhe e kanë praktikuar. Në pjesën e malësisë së veriut, tatuazhet ishin pjesë e kësaj tradite pagane, po kanë vazhduar edhe me ardhjen e krishtërimit. Sigurisht domethënë jo vetëm që kanë vazhduar dhe me ardhjen e krishtërimit, por ato kanë vazhduar dhe si praktika edhe në periudhën kur u ndalua botkuptime, kur u ndalua feja në tërësinë e vet. Pavarësisht se në duke kur shikojmë simbolet që na jep Durhami, neve na duket, kur shikojmë kryqin,
Në kupton, sikur shikojmë ylla hën, në këtë sens pra shikojmë dy simbole dominante të dy feve monoteiste, islamit dhe krishterimit, por këto praktike janë para atyre. Por në anën tjetër kanë vazhduar dhe kanë persistuar si praktika deri në vitet 60, po themi pak a shumë, por sigurisht që ato pastaj me ndryshime shoqërore ato filluan të mpakeshin, sepse edhe bota në cilën ajo po komunikonte ndryshoi. Për shkak të ndërhyrjes shtetit, ndërhyrjes politikave shtetërore për ndryshimin e jetës në tërësi dhe vendosjes po themi të diktaturës proletariatit në praktikë. Mua më ka rastisur në theth, shikoj mbas ndër mbartësit e fundit praktikës, një loke 83 vjeçare ose kohe, me cila edhe më ka rrëfyer dhe praktikën që e ka bërë, ka qenë me një kushërinë e saj, duke vajtur në mal si baresh, diku aty flasin pak a shumë mosha në fillim të adoleshencës në këtë sens, që është dhe ajo është shënjuar, i është bërë tatuazhi, një gjysmë hënë dhe një kryq që dukej, po praktikisht lidhet me të njëjtën konfigurim, pra të hënës dhe diellit si simbole dominante nga kushërira vet. Nuk e di nuk ka pasur ritual, nuk ka patur jo një ritual siç ne imagjinojmë logjikën e ritualit. Si një rit iniciatik, se ne shpeshherë ritualet ne shikojmë të mëdhaja dhe kanë këtë dimensionin. Me natyrë festive, me natyrë privuese, me një shfaqje publike jashtëzakonisht shumë të madhe, por vëmrej që ka dhe natyra rituale që janë të vogla, janë të heshtura, të cilat jo detyrimisht bërtasin, por ama që ndodhin dhe janë realisht rrite të mirëfillta iniciatike, të cilat për individin shënojnë ndajnë kohë dhe botë. Dhe kjo është një lloj shënjimi që mua më vjen gjithashtu edhe në praktikën e tatuazhit gjatë komunizmit, ku individi procesin e tatuazhbërjes, siç masë është dhe procesi i tatuazhbërjes dhe sot e kësaj dite që është i heshtur, ndan kohën. Pra, domethënia që krijon tatuazhbërja tek individi është shumë më herë domethënëse, por që është një lloj rriti iniciatik, pra që individin e kalon tani më në një stad kuptimor për veten tjetër. I gjejmë tatuazhin dhe në zonat të tjera të Shqipërisë apo më tepër është i përqendruar? Po, gjatë studimi dhe në punës në arkivat në Institutin e Antropologjisë, kam rënë në dosjet në punë të etnografit Rok Zojzi, një ndër themeluesit e etnografisë shqiptare institucionale, i cili e gjen këtë praktikë edhe në juglindje të vendit me simbologji të ngjashme dhe mendoj që praktika ka pas një shpërhapje, një shpërndarje dhe jo vetëm detyrimisht e gjendur vetëm në një zonë të Shqipërisë, është gjendur e kudo ndodhur, por proceset e para dokumentuese nuk kanë ndodhur në kohë, pra nuk ka patur një optik kërkimore për të dokumentuar këto procese kudo njësoj, siç është rasti i Durhamit, dhe në anën tjetër sigurisht që mendoj që kjo praktikë është dhe humbur më shpejt në zonat të caktuara të Shqipërisë, pak në jug të Shqipërisë, për arsye të ndryshimeve shoqërore të ndodhura aty, se jo detyrimisht shoqëria ndryshon me të njëjtën shpejtësi kudo. Jam kurioz, çfarë tregojnë në opinionin tënd shënjimet moderne që ne i bëjmë trupit sot, po themi trupi i palestruar, kirurgjia kozmetike, filtrat digital që janë shtuar. Çfarë tregojnë në lidhje me atë çfarë ne si shoqëri njerëzore adhurojmë sot, krahasuar me ndoshta me më parë? Është se kjo lidhe me parashtrimin tënd, si theti, që në antikitet, bota antike, bota mesjetare, bota moderne na ka shtruar gjithmonë një kuptim të caktuar mi veten. Dhe kjo në optikën antropologjike është pikërisht kuptimi i ri për botën në cilën ne jemi, mi veten që ne duhet kemi në këtë sens. Kështu që kjo shoqëron të njëjtën linjë si të praktikës së tatuazhbërjes në shoqëri primitive, si tek veshjet tradicionale, shoqërisë tradicionale, tek shoqëria moderne, ku ne tani më shikojmë që kultura e re dominante e po ushtron një presion për se si individ duhet ta kuptoj veten. Dhe sigurisht në anën tjetër individi nuk është një qenie pasive, ndërvepron me këtë kuptim. Në mënyrën se si ai ose ajo ndërvepron, e shumëfishon sferën e kuptimit të ndërveprimit. Por ama që kemi të bëjmë, jemi brenda një presioni kulturor
për një vete se si duket, qoftë trupi i palestruar, qoftë bisturia, qoftë gjilpëra, gjithë industria e estetikës, po themi, veshjet, industria modës, është pjesë, stili i flokëve, është tjetër. Pra e gjithë vetja jonë, në anën tjetër, nuk mund të shikohet si një vete ku është hermetike dhe izoluar, por është produkt i kulturës, i raporteve shoqërore dhe ndërveprimeve që forca shpeshherë jashtë nesh veprojnë në mënyrën se si ne edhe kuptojmë veten tonë. Ju shkruani gjithashtu për mënyrën si disiplinoi trupi gjatë regjimit socialist në diktaturë, i stërvitur për të qenë pjesë e kolektive së të përbashkëtës, uniform, asketik, ndërkohë që sot e disiplinojmë veten në emër të mirëqenies, produktivitetit. Ishe këto si dy gjëra të kundërta apo si dy versione të ndryshme të njëjtës dëshirë për kontroll? Këto janë shembuj të së kundërtës të dy ideologjive të ndryshme mbi botkuptimin mbi trupin. Pra dhe komunizmi kërkon vetë disciplinim, por dhe bota kapitaliste kërkon vetë disciplinim. Pra janë pjesë të logjikave disiplinuese pavarësisht strukturës ekonomike të shoqërisë. Vetë ideja e lirisë në këtë sens, si ide ku liria është e gjithsekujt, askush nuk ta merr lirinë tënde, është pjesë mund të shikohet dhe si pjesë e një praktike disiplinare ku rendi shoqëror dominues në këtë moment po përdor mekanizmat e vet për të deleguar nga institucioni përgjegjësinë tek individi duke vendosur brenda një kontureve po disiplinare. Kështu që në këtë sens rendi shoqëror nuk do e lejnë kurrë në dorë individin lirinë e plot. Por liria e plot në këtë sens do jetë pikërisht në përballjen që individi e plot. Liria, me asa ne mund liria do jetë pikërisht në përplasjen përballjen që individi do ketë me sistemet shoqërore. Por sot e kësaj dite ne jemi komplet në një regjim të ri ideologjik, botkuptimor mbi trupin, nëpërmjet cilit ushtrohet dhe disiplina mbi veten. Pavarësisht duke na thënë që ti e ke në dorë fatin tënd, dukjen tënde, sjelljen tënde. Po të shikojmë shembujt janë nga më të ndryshme. Mjafton që na jep si kulturë e re popullore në televizor sot kësaj dite. Dhe trupat që dominojnë. Modeli i njeriut që dominon. Është krejt ndryshe nga trupi që dominonte në televizorin e viteve 60, që i përkiste një realiteti tjetër, po nëse marrim rastin e Shqipërisë, me një dallim shumë të fortë. Nëse më herët predikoja askeza, sot predikohet komplet një shfaqje, një dukje të një suksesi i cili materializohet në gjitha format e mundshme, jo të fjala, por tek trupi. Në një nga pjesët e librit Mish dhe Kocka ju eksploroni dhe mënyrën se si lindi ideja bashkohore rreth racës, dhe se si tiparet fizike u kthyen në mjete të përcaktimeve hierarkike. Se duket sikur çdo ideologji i duhet trupi për të përcaktuar veten e saj. Domethënë, qoftë rasti më i dukshëm është ai i nazizmit dhe i fashizmit, po edhe regjimi komunist, pavarësisht idesë së progresit shoqëror, kishte nevojë ta kontrollonte trupin. Se trupi krahasimisht me fjalë është më i dukshëm në këtë sens. Ne veta jonë më e dukshme është tek trupi. Vetë logjika racave ka qenë pikërisht e ndërtuar me një ndarje të fortë midis idesë se si një dukje e caktuar përkufizon një botkuptim të caktuar. Dhe kjo ka qenë lidhja themelore që racat, ideologjia racave ndërton. Pra raca supreme, pra ngjyra, bardhi, zi, shtatlartësia, shtati në tërësinë e vet, matjet, antropometria, pikërisht jepte këtë lloj përmase duke e shënuar këtë aspekt që njeriu dukja e tij përcakton dhe botkuptimin e tij. Që praktikisht në një farmase këtë kemi edhe në antikitet, ku një trup i bukur ose një trup i bukur ishte edhe një ekzistencë morale e bukur në anën tjetër. Por veç zhvillimi i diskursit racial, ku antropologjia ka hisën e vet në të fajit në këtë aspekt, lidhe pikërisht me këtë lloj kontrolli të popullsisë dhe të ndërgjegjeve, duke krijuar hierarki dhe ndarje.
Dhe kjo sigurisht është produkt i një shoqërive pushtetare në njërin anë dhe shoqërive të cilat e kanë instrumentalizuar njeriun kurdoherë për qëllime të caktuara politike, ideologjike, ekonomike e me radhë. Kështu që detyrimisht në këtë aspekt veç zhvillimi i antropologjisë raciale ka ushqyer jashtëmase shumë ligjërimet ideologjike ku nazizmi, fashizmi, komunizmi i kanë qenë pjellë ose kanë marrë pjesë fort në mbajtjen në këmbë të kësaj ideologjie. Sot e kësaj dite ne nuk jemi më imun, vazhdojmë kemi një imunitet shumë të dobët në raport të këtyre diskurseve, sepse ato po zhvillohen sot e kësaj dite në trajta të reja, siç është eugenizmi në një farmace, për disa njerëz që janë të mundshëm dhe ato që s'kanë që janë të mundshme. Rasti më konkret, ne shikojmë tani më se si bota perëndimore me gjithë diskursin ndaj emigrantëve për shembull, është duke nënvizuar pikërisht trajta të reja të dallimeve mes njerëzve dhe krijimin e botës së seleksionimit, kush duhet dhe nuk duhet. Domethënë, në një farë mënyrë nuk është se i kemi shpëtuar hierarkive. Jo. Ne nuk i kemi shpëtuar dhe kjo do jetë përpjekja jonë konstante e vazhdueshme për një botë humaniste në këtë sens, e cila nuk vë më përpara dallimet, por përkundërshëm mundohet të shikohet dhe të artikulojë të përbashkët. Ne aktualisht kemi arritur në një pikë tjetër ku më herët nëse të përbashkët deklarata e drejtave të njeriut ka qenë një ndër emblemat kryesorë të kësaj bote që artikulon të përbashkët. Përkundrazi, dallimet respektoheshin si pjesë e pluralitetit dhe shumë larushisë së madhe të botës njerëzore, e cila duhej përqafuar dhe kultivuar si e tillë. Dhe kjo ishte shikimia më e madhe që njerëzimi i lë vetë njerëzimit e përbashkëta. Sot ne jemi kthyer përsëri në disa ABC të një mendimi që artikulon dallimet. Tani më, ku qoftë nëpërmjet politikave të emigracionit dhe debati mbi fen, debati mbi gjinin, janë pjesë e dallimeve dhe pjesë e diskutimit mbi dallimet. Pra çfarë na dallon, jo çfarë na përbashkon. Dhe këtu sigurisht që strukturat pushtetare, qofshin shtetërore, qofshin partijake, pra vektorin ne mund ta shquajmë, mund t'i japim emërtime të ndryshme, ushqehen dhe krijojnë lëvizje të rëndësishme shoqërore, të cilat marrin emra si populizma në këtë sens, marrin emra të ideologjive të reja, të cilat janë nisma me pasoja shumë të rëndësishme, sepse janë nisma që ndërtojnë mbi përjashtimin. Nuk e di nëse e ke ndjekur këtë debatin e fundit, e kohëve të fundit në lidhje me ligjin për barazinë gjinore dhe jam kurioz të di si e sheh këtë pjesë. A është dhe kjo një lloj mënyre e shoqërisë ose e pushtetit për të kontrolluar trupin? Është zgjatimi i këtij diskursi që ne po bënim aktualisht, që pikërisht sistemet shoqërore gjithmonë kanë krijuar kontrolle të caktuar në mënyrën se si ne i kuptojmë dhe i dallojmë njerëzit, sendet në shoqëri. Ajo që është interesante dhe domethënë se në aspektin leximor është pikërisht se debati i madh që po zhvillohet jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën perëndimore në këtë sens, është debat i cili na tregon dhe për tensionet e mëdha që shoqëria liberale ka aktualisht, e cila shpeshherë ky lloj tensioni dhe ky përqendrim vetëm në një linjë të debatit na ka bërë që shpeshherë dhe të harrojmë pjesë të tjera që lidhen pikërisht me krijimin e këtij ekosistemi të përbashkëtave. Të botës së përbashku ka vend për gjithë secilin. Kështu që duke ardhur te ligjin specifik, gjithë debati publik po ta marrim, është marrë pikërisht me shumëfishimin e emërtimeve gjinore në këtë sens, por në anën tjetër nuk kemi një moment ndalojmë dhe këtu bëhet pastaj si një lloj opiumi i ri për popullin, cili është thelbi i ligjit. Debati në vend që të ishte një debat i cili krijonte emancipim, praktikisht e ka reduktuar të gjithë diskursin tek mosnjohja më e thelbit të ligjit. Kjo është pak në sensin leximor dhe studimor bëhet interesante pikërisht për të parë se si forcat shoqërore tani më po veprojnë dhe po përplasin në këtë fushë betejë.
por në fund të ditës pastaj se si artikulohet ajo në jetën e përditshme është praktikisht jashtë vëmendjes tonë. Dhe sigurisht që bota e spektaklit mediatik ushqehet me këtë debat. Një pyetje të fundit. Në qoftë se trupi nuk është asnjëherë neutral dhe asnjëherë plotësisht i joni, a ka diçka, mbetet diçka që e bën atë ende njerëzor apo? Ai është njerëzor. Është njerëzor. Pikërisht sepse ka këtë tension, prandaj është njerëzor. Dhe kjo është pikërisht aspekti më përkufizues që një njeri. Pra që fusha jone e veprimit është sa negociat, sa kultur, sa përplasje, sa raport pushtetesh, sa autonomimi vetën, dhe pikërisht kjo është bota njerëzore. Pikërisht trupi do jetë asnjëherë plotësisht i joni, por dhe ne në anën tjetër nuk do kemi asnjëherë kontroll mbi të plotësisht. Dhe kjo na bën neve njerëzor. Kjo na bën njerëzor. Mirë, shumë faleminderit. Faleminderit ty. Ishte kënaqësi. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.